Vale re incidentesh mes të rinjve në qytetin e Shkupit. Personat që sulmuan me gur dhe lënduan shtatë të pafajshëm gjatë orëve të para të mëngjesit janë kapur dhe është caktuar masa arrestit 30 ditë para burgim. Një nga viktimat e dhunës, një 19 vjeçar nga Shkupi, është në gjendje kome dhe gjendet në spitalin e qytetit. Sipas Ministrisë së Brendshme, autorët e rrahjes janë identifikuar nga vetë lënduarit, pasi janë marrë në pyetje ndaj personave me iniciale HM, 25 vjeç, BS 28 vjeç, ZJ 26 vjeç dhe LP 27 vjeç, që të gjithë nga Shkupi janë paditur për pjesëmarrje në akt dhune me pasojë lëndime të rënda në trup. Ata kanë ndërmarrë aktin e dhunës rreth orës 3:30 të mëngjesit, pas një arsye ndaj grupit të rastësishëm prej 7 të rinj pranë objektit të ri të Ministrisë së Jashtme. Ndërkohë, edhe mbrëm rreth orës 18:40 në Bit Pazar, përkatësisht në njërin nga stacionet e autobusëve, është sulmuar një 18 vjeçar me inicialet HS, ka disa sulmues të cilët kishin spritur nga autobusi me numër 50. Ndërkohë, një orë më vonë, një grup të rinj kanë sulmuar me gur autobusin me numër 24. Ka sulmi ka pësuar lëndime në trup një vajzë moshës 18 vjeçe me inicialet MA nga fshati Çiflik i Shkupit. Dhe valës së re të sulmeve, LSDM-ja i bëri apel Ministrisë së Punëve të Brendshme që të bëjë një vlerësim real të ngjarjeve dhe të gjejë motivuesin dhe prapa vijën e tyre. Ndërkaq, ndërsa reagimi për kapjen e autorëve të rrahjes së mbrëmshme ka qenë i rrëfeshëm, nuk ka ende zbardhje të incidenteve të mëparshme. Janë disa raste me 10 viktima dhune shqiptarësh, fajtorët për të cilët ende janë në gjendje të lirë.